kjo është një time out dhe ndoshta më vonë, sepse dhe retorika e Trumpit ishte kur Putini i ofroi ndihmë për Iranin, Trumpi deklaroi lëre Iranin, më ndihmo të lutem më tepër me Ukrainën, domethënë atje. Pra, ai i kërkoi ndihmë Putinit për të arritur paqen në Ukrainë. Domethënë, në një farë mënyre edhe Trumpi i bën hesapet së bashku me Putinin. Sigurisht që ata kanë lidhje, kanë një linjë telefonike, lidhje, domethënë që komunikojnë me njëri tjetrin më tepër se sa deklarohet zyrtarisht. Nga ana tjetër, ka pasur 2 ditë më përpara, një gjë shumë interesante, një avion i kompanisë ruse Rasia, që është një kompani qeveritare, është nisur dhe është ndaluar në New York dhe askush nuk bëri deklarata që kush mbërriti në New York, cili domethënë kush shkoi atje për vizitë dhe me këtë do të bisedonte. Pra, ato kontaktet e fshehta apo dhe të hapura janë. Pra, kjo të bën të shpresosh që ndoshta aty do të arrihet paqja, sepse europianëve rusët nuk i besojnë në asnjë presje. Domethënë, le të marrim sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, që një ditë deklaron që afër Trumpit që Ukraina kuptohet që nuk ka shpresë të futet në NATO, pastaj deklaron që unë shikoj Ukrainën vetëm në NATO, domethënë është si kameleon që në çdo ditë kthehen dhe bën një deklaratë të re. Pra, nuk është i besueshëm nga rusët në asnjë lloj mënyre. Prandaj edhe Rusia ka deklaruar që do të bëjë marrëveshje me amerikanët, kuptohet që presidenti Putin deklaroi që ai është gati të takohet me Zelenski, megjithse e theksoi që ati ka dalur afati si presidenti i Ukrainës. Edhe një pyetje të fundit, Misha. Është edhe një tjetër ofertë nga presidenti Erdogan, një lojtar me peshë në gjeopolitikën globale, i cili e quan veten ndërmjetës dhe kërkon që në Stamboll të takohet Trump dhe Putin për të zgjidhur këtë çështje. Është kjo një nga pikat që diskutohet, pra në vjesht të mund të jetë një takim i tillë në nivel të lartë? Po, kjo është një gjë e logjikshme, domethënë, por edhe Putinit ju bë kjo pyetje. Ai deklaroi që unë nuk jam kundër, por në këto samite duhet shkuar me akorde të përgatitura më përpara, domethënë, nëse kemi çfarë të nënshkruaj, unë vetë dhe i nënshkruaj ato karta, deklaroi Putini. Po, i dashur Misha, jam shumë mirënjohës për ndërhyrjet teje të qarta nga Moska. Shumë faleminderit. Faleminderit. Fundjavë të mbarë në vazhdim. Falenderoj.